Situata brenda Bashkisë së Tiranës mori përmasa të çuditshme gjatë 24 orëve të fundit pas një vendimi të befasishëm të kryebashkiakut në detyrë Erion Veliaj për të rideleguar kompetencat brenda institucionit. Me një firmë të hedhur nga qelia e burgut të Durrësit, Veliaj shkarkoi në kryetaren Anduela Ristani dhe emëroi në vend të saj Sara Goxhain, e cila sipas mediave është bashkëtuesja e Alban Dokushit, sekretarit të përgjithshëm të Bashkisë Tiranë. Ky veprim u pa si një përpjekje për të sfiduar Edi Ramën dhe për të rikthyer kontrollin mbi bashkinë, por nuk zgjati më shumë se një ditë. Vendimi i Veliajt shkaktoi menjëherë tensione të forta politike brenda institucionit. Kryeministri, i cili pas arrestimit të Veliajt kishte vendosur si drejtues de facto të bashkisë në kryetaren Anduela Ristani, e pa këtë lëvizje si një rebelim të hapur. Reagimi nuk vënoi. Veliaj u detyrua të tërhiqej publikisht me një mesazh në Facebook, duke e cilësuar vendimin e tij si një ide të gabuar. Në statusin e tij, ai shprehu mall dhe respekt për Ramën, një deklaratë që la të kuptohet qartë se sfida e tij kishte dështuar. Ndërkohë tensionet u përshkallëzuan edhe brenda policisë bashkiake, ku dy grupime të ndryshme nisën të ndjekin urdhra të kundërta. Njëra palë ishte besnike ndaj Veliajt dhe kërkonte të ndalonte hyrjen e Anduela Ristanit në bashki, ndërsa pala tjetër besnike ndaj Ramës, nuk lejonte hyrjen e Sara Goxhait. Për disa orë bashkia u kthye në një fushë betejë politike me militantë të dy grupeve që u përplasën për kontrollin e institucionit. Në fund, Rama vendosi dominimin e tij, duke përdorur mekanizmat shtetëror për të neutralizuar çdo tentativë për pavarësi ndaj Veliajt. Spak e përforcoi më tej pozitën e kryeministrit, duke i shtuar Veliajt një akuzë të re për futjen e sendeve të palishme në qeli, pas raportimeve se ai kishte përdorur telefonin e një polici në furgon. Me këtë lëvizje u bë qartë se Veliaj nuk kishte asnjë hapësirë për të manovruar. Përfundimi ishte i pashmangshëm. Veliaj, i izoluar dhe pa mbështetje, u detyrua të tërhiqej me një deklaratë të butë, duke riafirmuar besnikërinë e tij ndaj Ramës dhe duke treguar se në këtë betejë pushteti qendror bizotroi ndaj ambicieve të tij. Kjo histori dëshmon edhe një herë se në politikën shqiptare asgjë nuk ndodh pa pëlqimin e liderit kryesor.